Kush pi kafe në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojë këtë. Kafeja është pjesë e rutinës së përditshme të shumë personave, ata që nuk rrinë dot pa të, nëse anashkalojnë ndjenjë të përgjumur, madje në disa raste edhe mund të kenë dhimbje të forta të kokës. Kjo për shkak se kafeina shkakton disa ndryshime natyrore në trupin tuaj, ndaj të cilave mund të krijoni gjithashtu më shumë varësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Koha që duhet për të zvogëluar sasinë e kafeinës në trupin ton me 50% është mesatarisht rreth 5 orë. Kjo shpjegon pse duhet që një kafe të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe asesi brenda me stomakun bosh. Sidoqoftë, se sa shpejt kafeina largohet nga sistemi ynë varet gjithmonë nga mosha, kushtet të ndryshme mjekësore, ndërveprimet, zakonet ose medikamentet të cilat po merrni, ose gjithashtu konsumi i duhanit. Prandaj nuk është për tu habitur që kur anashkalohet kafeina e mëngjesit, mund të vuani gjithashtu edhe nga ndryshimet që përjeton trupi juaj. Përveç faktit që nuk duhet të konsumohet me stomakun bosh, kafeina aktivizon metabolizmin. Nëse nuk e konsumoni, do të ndjeni të lodhur, të plogësh, të dobësuar fizikisht, mund të keni gjithashtu edhe marrje mendsh. Është e vërtetë se diçka tepër shqetësuese mund të ndodhë gjatë konsumit të kafes me stomakun bosh për shumicën e personave, që mund të ndërlidhet gjithashtu edhe me dëmtime të ndryshme të organizmit. Por nëse kafeja konsumohet brenda sasive të rekomanduara ditore dhe asesi me stomakun bosh, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe trupin tuaj. Pra, është mirë që pirja e kafes të bëhet brenda standardeve të rekomanduara ditore dhe asesi në sasi të larta edhe gjithmonë jo me stomakun bosh për të evituar gjithashtu komplikacionet në shëndet. Ajo përmban antioksidant dhe substanca të tjera që mund të zvogëlojnë inflamacionet dhe të mbrojnë kundër disa komplikacioneve të ndryshme. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim arsyet pse kafeja është një pije e mirë të konsumohet brenda rekomandimeve ditore edhe ndikimet dhe përfitimet që ka ajo në dobi të vlerave dhe shëndetit tuaj në tërësi. Cilat janë përfitimet kryesore shëndetësore të konsumit të kafes? Përtej rritjes së energjisë, mënyra se si kafeja mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin ton është kjo. Kafeja mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë. Studimet e fundit kanë zbuluar se ata persona që pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore si sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe gjithashtu edhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën nëse e pini kafen brenda sasive të rekomanduara ditore në përditshmërinë e dietave tuaja. Gjithashtu, kjo është një teori që fshihet pas studimeve që zbulojnë se njerëzit që pinë kafe kanë më pak gjasa të preken nga diabeti tipi 2. Zemra juaj do të punojë më fort dhe më shëndetshëm nëse konsumoni atë në sasinë e rekomanduar ditore. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë në parandalimin ose dobësimin e shëndetit të zemrës. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit nëse konsumoni kafe në dietën tuaj ditore në mënyrë të rregullt. Kafeina jo vetëm që do të lidhet gjithashtu edhe me shanset më të ulta për zhvillimin e Parkinsonit, por mund të ndihmojë edhe organizmin tuaj të ketë nën kontroll shëndetin e tij, duke evituar komplikacione dhe duke sjellë gjithashtu një sër përfitimesh të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mëlçia do ju falenderoj nëse konsumoni kafe në mënyrë të rregullt. Ulëntimet tregojnë se ata që pinë kafe kanë më pak gjasa të kenë një shëndet më të dobët të mëlçisë sesa njerëzit që nuk e konsumojnë kafen në përditshmërinë e recetave të tyre. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë nëse konsumoni kafe. Kafeja e pjekur zvogëlon dëmtimin tuaj të ADN-s, të cilët ndodhin natyrshëm
për atë që mendon se mund të vuajë gjithashtu nga çrregullime të ndryshme të imunitetit të tij. Shanset për të prekur nga probleme të ndryshme të zorrës së trashë do të ulen në ndjeshëm falë konsumit të kafes në rekomandimet e duhura ditore. Studiuesit zbulojnë se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa të zhvillonin probleme të zorrës së trashë krahasuar me ata persona që nuk e konsumonin kafen në përditshmërinë e recetave të tyre. Ju mund të ulni riskun për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Konsumi të paktën 2 filxhan kafe në ditë mund të sigurojë një mbrojtje të konsiderueshme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Gjithashtu, mundësitë që të pësoni një goditje në tru do të ulen në ndjeshëm me konsumin e kafes. Për gratë, pirja e të paktën 1 filxhan kafe në ditë mund të shoqërohet gjithashtu me një ulje të riskut të pësimit të goditjeve në tru, krahasuar me personat që nuk e konsumojnë dhe nuk e kanë në qef pirjen e saj në mënyrë të rregullt në përditshmërinë e recetave tuaja. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara sot për sot në të gjithë botën, dhe si e tillë duhet të dini gjithashtu ndikimet që ka ajo në shëndet dhe çfarë mund të sjellë ajo për organizmin tuaj. Ekspertët e Healthline e cilësojnë kafen si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese, por nëse e konsumoni në sasi të tepërta, të gjitha këto vlera do të kthehen në efekte të dëmshme për organizmin tuaj dhe jo vetëm. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe riskojnë më pak nga sëmundjet e rënda. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni sipas Healthline nëse konsumoni të paktën 1 filxhan kafe çdo ditë në dietën tuaj. Kafeja mund të përmirësojë nivelin tuaj të energjisë dhe t'ju bëjë gjithashtu më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues i cili mund të shkaktojë efekte stimuluese. Kjo përmirëson gjithashtu nivelin tuaj të energjisë dhe gjendjen tuaj shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve tuaja të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë gjithashtu të ndiqni dhjamin e tepërt nga trupi juaj. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë nivelin e djegjeve të dhjamit dhe lehtësimin e irritimeve të metabolizmit, duke nxitur gjithashtu një organizëm më të shëndetshëm dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni sasinë e rekomanduar të kafes çdo ditë në dietën tuaj. Kafeina mund të përmirësojë edhe performancën tuaj fizike, citon Healthline. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës tuaj dhe të çlirojë edhe acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu do të çojë në përmirësim të dukshëm të organizmit dhe lehtësime të dukshme të shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj, konsumuesit e kafes mund të përfitojnë nga ky aspekt i kësaj pije magjike. Kafeja përmban gjithashtu lëndë ushqyese thelbësore për organizmin. Kafeja përmban disa nga lëndët ushqyese të rëndësishme përfshirë këtu: riboflavinën, acidin pantotenik, mangan, kalium, magnez, niacinë dhe të tjera, të cilat nëse konsumohen në sasinë e rekomanduar ditore, mund të luajnë gjithashtu një rol të mirë ushqyes për organizmin dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe shqetësime të ndryshme të cilat mund t'i kanosen atij. Kafeja e konsumuar brenda rekomandimeve tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe për të ulur riskun e diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese kanë treguar se personat që konsumojnë kafe brenda standardeve të rekomanduara ditore mund të ulin gjithashtu riskun që të vuajnë nga diabeti tipi 2 krahasuar me personat që nuk e konsumojnë atë. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu kundër sëmundjeve të Alzheimerit dhe demantinës, që mund të ndikohen gjithashtu edhe nga faktorët e ndryshëm që i kanosen shëndetit. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të preken nga Alzheimeri dhe demantina, që është shkaktari kryesor i të gjitha këtyre komplikacioneve në të gjithë botën. Gjithashtu, kafeja duhet të pihet me moderim për të evituar kështu komplikacione të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.